Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Hekuri është një nga mineralet më të rëndësishme për trupin tonë, por njëkohësisht një nga mungesat më të zakonshme që njerëzit përjetojnë pa e kuptuar. Shumë prej shenjave të mungesës së hekurit janë të fshehta, të buta dhe duken sikur vijnë nga lodhja e përditshme, stresi apo gjumi i pakët. Por në të vërtetë trupi sinjalizon në mënyra shumë të qarta se diçka mungon. Sot do të flasim për këto shenja, si i ndjeni në trup, pse ndodhen dhe kur është momenti që duhet t'i kushtoni më shumë vëmendje. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Gjithçka fillon me lodhjen. Jo thjesht lodhje që vjen pas një dite të gjatë, por një ndjenjë vazhdueshme mungesë energjie që nuk largohet as pas gjumit. Kur trupi nuk ka hekur të mjaftueshëm, ai prodhon më pak qeliza të kuqe të gjakut dhe më pak hemoglobin. Kjo do të thotë që oksigjeni nuk qarkullon mjaftueshëm nëpër trup. Organet fillojnë të funksionojnë më ngadalë. Kjo lloj lodhje është e thellë, e pashpjegueshme dhe shpesh është shoqëruar me marramendje ose ndjenjë sikur po ju tringëllojnë veshët. Shenja tjetër që shumë njerëz e nënvlerësojnë është zbehja. Kur mungon hekuri, lëkura bëhet më e qelët, buzët humbasin ngjyrën karakteristike dhe nën sy duken më të zbardhur. Kjo ndodh sepse hemoglobina, i cila i jep gjakut ngjyrën e kuqe, ulet dhe kjo reflektohet në të gjithë trupin. Edhe thonjtë mund të humbasin shkëlqimin dhe të bëhen më të dobët, ndonjëherë edhe të shtrembëruar. Frymarrja e vështirë është një tjetër sinjal i qartë. Në mungesë hekuri edhe aktivitetet më të thjeshta si ngjitja e shkallëve, ecja pak më shpejt apo ngritja e peshave të vogla ju lën pa frymë. Trupi nuk po merr oksigjenin e duhur dhe përpiqet ta kompenzojë duke rritur ritmin e frymarrjes. Në raste më të avancuara, zemra fillon të rramë më shpejt, një mekanizëm mbrojtës për të qarkulluar më shumë gjak. Edhe flokët janë një tregues i rëndësishëm. Kur trupi ka mungesë hekuri, ai e kursen energjinë për organet jetësore dhe ndërpret ushqimin e pjesëve më pak jetike, si flokët. Kjo sjell rënje më të shpejtë, dobësim të fijes së flokut dhe tharje. Shpesh flokët duken më të hollë, humbasin shkëlqimin dhe bien më shumë se zakonisht, edhe gjatë krehjes së thjeshtë. Trupi shpesh jep sinjale të çuditshme që nuk lidhen mënjëherë me hekurin, si dëshira pa zakon për të ngrënë akull, rër apo gjëra të tjera jo ushqimore. Ky fenomen quhet pica dhe shfaqet shpesh tek personat me mungesë hekuri, sidomos tek gratë shtatzëna. Po ashtu dhimbjet e kokës bëhen më të shpeshta sepse truri nuk po merr mjaftueshëm oksigjen. Edhe përqendrimi ulet, kujtesa bëhet më e trobullt dhe ndjesia e irritimit rritet. Nëse mungesa e hekurit thellohet, edhe rrahjet e zemrës mund të ndryshojnë. Disa persona ndjejnë palpitacione, rrahje të çrregullta ose një ndjenjë ankthi në gjoks. Kjo ndodh sepse zemra punon më fort për të kompenzuar mungesën e oksigjenit në gjak. Mund të shfaqet edhe ndjesia këmbëve të rënda dhe lodhja muskujve pas aktivitetit shumë të lehtë. Edhe sistemi imunitar dobësohet dokshëm. Kur trupi nuk ka hekur, qelizat imune nuk punojnë si duhet dhe njeriu bëhet më i prekshëm ndaj infeksioneve, ftohjeve të shpeshta, bajameve të irrituara ose infeksioneve urinare. Për shumë persona, kjo shfaqet si sëmundje të vogla por të vazhdueshme. Një tjetër shenjë delikate që shpesh shfaqet tek gratë janë ciklet menstruale më të rënda se sa zakonisht. Ky është një cikël i keq. Ciklet e rënda shkaktojnë humbje hekuri dhe mungesa e hekurit mund të bëjnë ciklin edhe më të rënd. Kjo gjendje është shumë e përhapur dhe shpesh neglizhohet, ndërsa në të vërtetë është një nga shenjat më të forta që tregon se trupi ka nevojë për hekur. Hekuri është shumë më i rëndësishëm se sa mendojmë dhe trupi e tregon shumë qartë kur ai mungon. Shenjat fillojnë lehtë, pak lodhje, pak zbehje, pak marramendje. Më pas bëhen më të dokshme, më të shpeshta dhe më të bezëqeshme. Por lajmi i mirë është se mungesa e hekurit është një nga gjendjet më të lehta për t'u zbuluar dhe trajtuar. Zakonisht me dieta të pasura me hekur, suplemente dhe kujdes të balancuar. Këshillohuni gjithmonë me mjekun, sidomos nëse simptomat janë të forta ose të zgjatura. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.